Në të vërtetë, çështja e ndërlidhjes midis trupit dhe shpirtit është një gjë që çdo fe e diskuton. Dhe është me të vërtetë një lidhje misterioze. Prej njerëzve që më së miri e bëjnë këtë ndërlidhje është dietari i famshëm Ibn Qayyim el-Jauziyja. Ai thotë që trupi e ka prejardhën prej tokës dhe ushqimin e ka prej tokës, kurse shpirti e ka prejardhën prej qiellit dhe e ka ushqimin prej qiellit. Si e ka trupi ushqimin prej tokës? E ka sepse gjitha ushqimet dalin prej tokës, bimt, pemt, perimet, bishtajore, ushqimet e ndryshme. Madje edhe kafshë me të cilat ushqehemi, ato ushqehen prej tokës dhe pastaj ushqehemi me mishin e tyre apo me qumshtin e tyre. Kurse në anën tjetër shpirti nuk e ka prejardhën prej tokës, ma ka prej qiellit. Edhe ushqimin e ka prej qiellit. E këtu gabojnë shumë njerëz që mundohen që nevojat shpirtërore t'i ushqejnë fizikisht, materialisht. Kjo është një gjë e pamundshme. Shpirti juaj asnjëherë nuk do t'ja u pranoj ushqimin toksor. E vetmja mënyrë për ta kënaqur shpirtin, për ta lumturuar shpirtin, është nëse ushqehemi nga qielli. Nuk ka formë tjetër që të arrijmë lumturi, vetëm ushqimi nga qielli. Çfarë kemi për qëllim ushqimin nga qielli? Është shpallja që Allahu i Madhëshëm ja u ka zbrit profetëve të tij. Me shpallën e tij Allahu i Madhëshëm na ka urdhëruar që ta adhurojmë atë dhe na ka treguar se për çfarë na ka krijuar, që të nënshtrohemi atij, ta adhurojmë vetëm atë. Në shpallë na mësohen ushqimet e shpirtit, siç është namazi, siç është agjerimi, siç është lëmosha, respekti ndaj prindërve, mbajtja e lirë parasnore, buzëqeshja e shumë vepra tjera. Prandaj këtë mundoheni ta kënaqni shpirtin tuaj me gjëra materiale. Nëse e prani kështu, shpirti juaj do të burgoset në trup, nuk do të jetë i lirë në hapësirat qiellore që të lumturohet. Nëse ju e kënaqni vetëm trupin, e futni në rahati, atëherë shpirti do të vuaj, do të burgoset në trup. Dhe po të mos ishte adaptuar me trupin, ai do të kishte klithur, do të ishte tmerruar, përse është adaptuar me atë jetë mjerueshme. Kurse në anën tjetër, nëse trupit i shkakton mos rahati, duke fal 5 vakte në ditë, duke aprish vetes shefin me privim prej ushqimit dhe pijes në agjerim, atëherë shpirti do të kënaqet, do të çlirohet prej burgut toksor. Prandaj nëse dëshironi lumturi, nuk mundi me arrit me gjëra materiale. Aty janë vetëm ndihmës, kurse lumturia e vërtetë është që ne ta adhurojmë krijuesin tonë. Zemra jonë dhe shpirti jonë nuk njeh lumturi tjetër, vetëm se ta njeh krijuesin dhe ta din për çfarë ka ardhur këtë botë, ta adhuron krijuesin dhe të shtyhet se cili prej nesh po bën më shumë vepra të mira.